duhet të ecim pak me këto lojrat tona. Ecim. Keni lojra? Po patjetër, pse çka kujtoni do ikësh pa lojra? Loja e parë. Pse se di unë këtë? Po tash do t'i themi të gjitha. Jo se më the ndonjë gjë. Ne do të t'japim disa tituj projekte ose fjalë kyçe që lidhen me karrierën tënde dhe për secilën do t'rregosh vetëm një fjali që e përkufizon. Vetëm një fjali për ty. Okej, ja ta gjem. Hostel by Annabelle. Moderne. Okej. Duhet të them fjali apo fjalë? Okej, si të duash ti. Mund ta them dhe fjali. Si ta ndjesh? Thjesht më erdhi moderne se thash nuk kam si ta përmbledh ndryshe, kështu që nëse kjo e përmbledh më mirë le të jetë kjo. Po, moderne po e lëm. Snob. E dua shumë snobin, nuk e di. Nuk kam asnjëherë një fjali për snobin, domethënë. Ja, e dua shumë mjafton kam përshtypjen. Mirë. Love Like Tirana. Një rom-com shumë e bukur. Okej, Kosherja by Annabelle. Pak lodhse me fëmijë. Po nice. Anyway. Fushata 16 ditore me You and Woman. Shiko, kjo është që shumë e bukur, seriozisht. Janë, më falni, e di që duhet të jetë një fjali. Okay. Po, seriozisht, ne te Annabelle kemi bërë për 3 vite, bashkë me Nilorin, në fakt. Kemi bërë për 3 vite fushatë ndërgjegjësuese për 16 ditë kundra dhunës me barazi gjinore. Dhe në kuadër të kësaj në një nga vitet bëm 3 mini seri të vogla që janë në YouTube dhe unë me vërtet ua sugjeroj gjitha që t'i shohin. Dashuria nuk vret, Love Doesn't Hurt, që është komplet për historinë e një çifti, një vajze që përfshihet në një marrëdhënie toksike abuzuese dhe në fund është taxan dhe ajo vendos që ta ndërpresi ciklin. Por ajo ndërpret ciklin para filmit It Ends With Us. Okej, filmi ka dalë mbrapa. Okej. Kështu që duhet ta shihni. Kemi qenë më përpara. Ne kemi qenë para. Okej. Vazhdojmë? Kështu që fjalia është jemi para It Ends With Us. Okej. Ky është qëllimi. Ti ke qenë te festivali këngës? Si asistente e regjizore, po si asistente e Aridinit. Te ky që ishte tani që fitoi Shkodra. Që fitoi Shkodra elektronike. Yes. Thuaj një fjali, ose 2 ose 3, sa të duash. Ishte gjëja më e papritur, më elektrizuese dhe më e bukur që un kam parë ndonjëherë. Edhe fitoria e Shkodrës ishte shumë e bukur. Sepse patjetër që njerëzit kishin shumë mixed feelings dhe ishin shumë nuk dinin se kush do fitonte, sepse patjetër ishte Elvana Gjata, që njerëzit e duan shumë, është një super artiste, çdo lloj gjëje dhe ishte Shkodra elektronike që njerëzit e filluan ta duan shumë që në momentin e parë që e dëgjuan. Më kupton dhe ishte shumë e bukur e gjitha, ishte me vërtet një sfidë e bukur për të dyja mendoj. Nilor Films është me vërtet, domethënë nëse do thosha që njeriu në vendet që është krijon një bubble, një fluck, un kam fluckën time te Nilor Film. Okej. Dhe ndonë se ne kemi përfunduar opsion, kam edhe një të bazi fundit. mos e lër këtë vajzë që të emigrojë. Është thirrje për ty. Kam edhe një të fundit pavarësisht që i mbaruam këto fjalët kyçe apo titujt e gjithçka tjetër, por do të pyes për të fundit, pas dite me Rudinën. Ça do të dish? Ça do të dish? Ai ishte e vështirë ishte ta thash. Si do e përkufizoje ti këtë eksperiencë? Ishte më mirë se universitet. Okej. Kaq. Jam diplomate. Okej. Diplomacia në mban. Mbajte ekuilibrat me të gjithë, nuk e prishe me askënd. Normal. Shumë mirë. Jam një bricap që do vazhdoj të jem në punë nesër. Okej.